Tani le të dalim tek një ndër temët më të rëndësishme të këtij trajnimi, pra shkrimi i shkronjave që mungojnë mbi tastier. Pra shkronja Ç dhe shkronja Ë, që zakonisht nuk gjenden nëpër tastierët e ndryshme që ne mund të përdorim në vende të ndryshme të botës. Një mënyrë klasike për të mbijetuar, pra kur keni një nevojë të shpejtë, mjafton të shkoni tek tasti Start i Windows dhe shkruani karakter, edhe ju del një hap, karakter map, siç e shikoni këtu. Pra menu Start, karakter map. Ose një metodë tjetër është duke mbajtur shtyp flamurin e Windowsit, pra këtë tastin këtu bashkë me rën, duhet bëni direkt shkrimin e kësaj komande, char map. Dhe në të dy rastet hapet mapa pra harta e karakterëve që është kjo këtu. Dhe po ta shikoni, këtu mund të marrim ën duke zgjedhur apo çën etj sipas nevojës që ne kemi. Madje po të shikoni ëja këtu, kur e seleksionojmë ka edhe një kombinim Alt 0235. Dhe ju nëse mbani mend këtë kombinimin përmendesh, në shumë raste mund t'ju shpëtoj për të bërë kombinimin në momentin që ju duhet. Ky është një shembull. Ky është një tastier amerikane, pra ndërkombëtare. Mjafton të mbajmë shtyp tastin Alt dhe tek kjo tastiera që është me numra, pra jo këto numrat këtu, se nuk funksionon tek këto numrat këtu, vetëm këtu. Alt 0235 më jep shkronjën Ë të vogël. Alt 0203 shkronja Ë e madhe. Alt 0231 Ç e vogël dhe Alt 0199 Ç-ja e madhe. Këto kombinimet ju thash mund t'i mbani mend sepse mjafton të shkoni tek harta e karakterëve, pra char maps, dhe nga aty mund të shikoni kombinimin duke zgjedhur Cën, siç e tregova këtu, kombinimin. Sigurisht që kjo metodë nuk është metodë e përshtatshme, sepse hajde se po shkruaj një Ë apo një Ç. Nëse shkruaj një tekst në gjuhën shqipe, ë nuk kanë të mbaruar dan, sepse është një ndër shkronjat më të përdorshme në gjuhën tonë dhe nuk e bëni dot kombinimin gjithmonë në Alt 0235 apo duke bërë copy paste, duke kopjuar tek harta e karakterëve. Për ta zgjidhur problemin në mënyrë të përhershme, është shumë e thjeshtë. Mjafton të instaloni tastierën në gjuhën shqipe. Çdo kompjuter që ju keni në dispozicion ka gjithmonë opsionin për instalimin e tastierës në gjuhën shqipe. Mjafton të shkoni në Windows 10 tek menu Start, ju kam bërë këtu të gjitha hapat, pra Setting Time Language Optional, dhe vendosni tastierën. Në Windows 11 është pak më ndryshe, por pak a shumë është e njëjtë dhe ju mund vendosni tastierën në gjuhën shqipe. Duhet keni shumë kujdes, mos ngatroni gjuhën shqipe, pra gjuhën e një vendi me gjuhën e tastierës, janë dy gjëra të ndryshme. Nëse unë jetoj për shembull në Itali, zakonisht kompjuterin e përdorim në gjuhën italiane, sepse për motive të ndryshme ti nuk e ndryshon dot gjuhën e kompjuterit, se mund të jesh në punë apo mund të jesh në vende të caktuara, që nuk ke të drejtë ta bësh një gjë të tillë. Por tastierën ju mund ta shtoni pa problem, sepse nuk kërkon të drejtë administrative për ta bërë një gjë të tillë. Pasi shtoni tastierën në gjuhën shqipe, poshtë djathtës ku është ora e kompjuterit, ju del zgjedhje e tastierës, për shembull Italiano, Ita apo SQ që është Albanian Keyboard. Nëse unë duhet shkruaj në gjuhën italiane, e lëj siç është, nëse duhet shkruaj në gjuhën shqipe, e lëj SQ. Këtu ju kam treguar hapat se si ta bëjmë. Setting, Time Language, zgjedhim gjuhën e vendit ku është kompjuteri edhe i themi opsione tek tastiera. Dhe shtojmë një keyboard tjetër, pra një tastier shqipe. Dhe si përfundim, këtu janë gjithë pasazhet, siç ja thash. Këtu kemi listën e tastierëve që
ka marrë në rastin që po bëja provat për këtë leksion. Pra këtu mund zgjedhin tastierën angleze, ndërkombëtare, tastierën italiane apo tastierën shqipe. Për të kaluar nga një tastier tek tjetra është shumë e thjeshtë. Mund të klikoni me mouse, pra tek afër orës kompjuterit ku dalin tastierat këtu, ose thjesht duke shtypur tastin Windows dhe tastin Space. Sa herë që ta shtypni, ajo ndryshon tastierën automatikisht. Nëse ju keni dy tastiera për shembull në kompjuterin tuaj, një herë italisht, një herë shqip, mjafton të shtypni një herë don flag dhe Space dhe sistemi ndryshon pa vështirësi tastierën. Po i njëjti argument është edhe në një sistem Macintosh. Mjafton të shkoni tek lart majtës ku është molla e kompjuterit, System Preference, dhe do të klikoni mbi keyboard. Do zgjidhni pastaj Input Source dhe do të shtoni tastierën Albanian. Këtu, për shembull, në rastin që unë kam marrë për shqyrtim, është vetëm tastiera italiane, plus Albanian, dhe si përfundim, kompjuteri juaj shkruan në shqip edhe në italisht. Edhe një herë theksoj, nuk kam vendosur gjuhën shqipe për kompjuterin, por kam vendosur vetëm daljen e tastierës, layout. Tastierat nëpër kompjuterit që ne përdorim janë tre tipesh. Pra, tastiera e parë, grupi i parë është QWERTY. Quhet QWERTY sepse thjesht këto tastet janë me këtë rrallë, QWERTY. Është një model i tastierës amerikane që është përdorur në vitet në shekullin e 19, kur ishte koha e makinave mekanike për shkrim. Dhe kjo lloj mënyre me mënyrën QWERTY ishte mënyra më e mirë që mos prisheshin këto makina nga ana mekanike. Dhe ky sistem ngel edhe në ditët e sotme dhe tashme jemi gjithë të mësuar dhe të ambientuar me këtë lloj tastierash. Pastaj vijnë shkronjat e tjera, U, I, O, E, siç e keni këtu. Dhe këto taste që kam lënë bosh, këto ndryshojnë sipas vendit ku përdoret kjo tastier. Për shembull, në gjuhën amerikane, ky tasti është ndryshëm nga gjuha italiane apo nga një gjuhë tjetër. Në gjuhën angleze, ky tasti këtu është ndryshëm nga gjuha amerikane, por këto tjerët nuk ndryshojnë, këto që i kam lënë fikse. Në këtë grup futen vendet anglofone, futet Italia, futet Spanja dhe gjithë këto vende tjera që unë kam marrë si shembull. Jam limituar vetëm për vendet ku zhvillohen shkollat shqipe në diasporë, për t'i dhënë mundësinë shikuesit e kësaj video që ta dallojnë sa më shpejt tipin e tastierës. Dhe tastiera QWERTY përdoret edhe në vendet që kanë alfabet veçantë. Për shembull, të gjithë personat që jetojnë në Greqi, që përdorin tastierën në gjuhën greke, këto lloj tastierash kanë gjuhën greke si gjuhë të parë, por janë të shkruara edhe këto tastet me të vogla QWERTY, U, I, O, E, etj. Mbi tastier. Po i njëjti sistem edhe në për gjuhët slave, për shembull në gjuhën ruse që kam marrë si shembull, në gjuhën serbe me alfabet çirilik, sepse gjuha serbe ka edhe alfabetin serbo-kroate, ka edhe alfabetin latin, por është gjë tjetër. Në gjuhën maqedonse që përdoret alfabeti çirilik, dhe këto vende përveç alfabetit tyre, mbi tastier kanë edhe alfabetin ndërkombëtar, pra sistemin QWERTY. Po ashtu edhe për tastieret arabe, tastieret kineze, japoneze apo koreane. Pra, me pak fjalë, tastiera QWERTY është tastiera më e përdorur në botë. Grupi i dytë i tastierëve quhet QWERTZ. Nuk e di për çfarë arsye jemi edhe ne me këtë grup, pra Shqipëria. Nëse ne kthejmë gjuhën e tastierës kompjuterit në shqip, ne e kemi QWERTZ. Këtu futet Gjermania, futet Austria, Zvicra, Shqipëria, Kroacia. Edhe vendet e tjera që mund të jenë gjermanofone. Unë kam marrë, siç u thash, shembullin atyre që përdoret vendet ku ka shkolla shqipe, me pak fjalë. Siç e shikoni këtu, tastiera QWERTY dhe tastiera QWERTZ janë identike, ndryshon vetëm y-ja me z-n.
hyje me zën. Për kolegët që janë në Gjermani, në Austri dhe në Zvicër apo në Kroaci, është shumë e lehtë përdorimi i kësaj tastiere sepse ndryshon vetëm këto taste këtu, por nuk ndryshon hyn me zën. Dhe grupi i tretë është grup i vendeve frankofone, tastiera është komplet ndryshe, pra shumë e veçantë dhe shumë e ngatruar për ne që përdorim QWERTY apo AZERTY. Përdoret në Francë, në Belgjik, përdoret në Luksemburg apo në vendet frankofone, në pjesën e frankofone të Kanadas. Kjo është tastiera shqipe. Nëse ne kthejmë tastierën e kompjuterit në gjuhën shqipe, kjo është tastiera në gjuhën shqipe. E kam bërë thjeshtuar, pra nuk i kam vendosur disa taste speciale që mos ngatrohemi, por kjo është tastiera e jon. Për fatin e keq në Shqipëri, fizikisht nuk shitet kjo tastier, paktën nuk e kam parë dhe nuk jam informuar. Dhe kjo është një ndër problemet kryesore që kanë administratat në Shqipëri, institucionet të ndryshme, sepse kur duan të shkruajnë një e kanë shumë vështirë ta shkruajnë sepse nuk e kemi mbi tastier. Unë besoj don dhe jap edhe një alarm për shtetin shqiptar që gjejnë një mënyrë që të gjithë institucionet apo dyqanet e kompjuterit apo të gjithë furnizuesit e këtyre mjezeve informatikës të japin mundësinë që të ketë tastiera fizike në gjuhën shqipe, siç e kemi këtu. Nëse ndryshojmë një tastier në gjuhën shqipe, po ta shikoni, tastiera është gjithmonë pak a shumë si vendi ku jetoni, për shembull QWERTZ, nëse jemi në Gjermani. Okej? Vetëm shkronjat që ndryshojnë janë këtu. Neve na intereson që të mbajmë mend vendin e ës edhe vendin e ç's. Një rregull thjesht që duhet ta mbani mend është ky. Afër l's është ë-ja, afër p's është ç-ja. Dhe po të mbani mend këtë rregull, çfarë do lloj tastiere që të përdorni në çfarë do lloj gjuhe, kur vendosni gjuhën shqipe virtuale, afër p's keni ç-n dhe afër l's keni ën. Kur e shtypni normalisht një herë del ë-ja vogël, nëse mbani shtyp shift dhe këtë tastin këtu del ë-ja madhe, kuptohet si për shkronja të tjera. Po i njëjti sistem edhe për ç-n, ç-ja vogël, ç-ja madhe me shift. Kjo është tastiera ndërkombëtare, pra tastiera e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që është edhe tastier për gjithë vendet tjera, përfshirë edhe Shqipërinë. Pra në Shqipëri shitet 90% besoj mund të jetë kjo lloj tastiere. Dhe nëse ne kthejmë këtë tastier nga ana virtuale brenda kompjuterit në gjuhën shqipe, mjafton të shtypim tastin këtu del ç-ja dhe tasti këtu del ë-ja. Një këshill miqësore që mund t'ju jap është mund vendosni këtu anash me një laps që shkruan mbi plastik, një shenjë për shembull që t'japi shkronjën ë, apo këtu shkronjën ç. Pra me një penarel të vogël që nuk fshihet, dhe kështu sa herë që të keni nevojë don të shkruani ën apo ç-n, i keni të shkruar kështu si pika indikatore. Mjafton ndryshoni gjuhën me Windows dhe Space dhe automatikisht sistemi kalon një herë në gjuhën e tastierës siç është kështu, identike, dhe një herë në gjuhën shqipe siç e doni ju. Po ta shikoni në gjuhën shqipe, simboli i internetit është kjo, italisht kjoçëlla, që është afër ç-s. Dhe nëse ju do të përdorni tastierën ndërkombëtare, pra internacionale, nëse do t'ju duhet të shkruani simbolin e internetit, këtu keni simbolin e kërmillit, pra Edhe këtë mund ta vendosni me atë penarelin që thash. Pra, tre tastet më të rëndësishme për shqiptarët kur ndryshojnë tastierën në gjuhën shqipe janë ç-ja, mund vendosni një shej këtu, ë-ja këtu dhe kërmilli, pra i internetit këtu. Ndërsa tastet tjera që janë më të përdorura nuk ndryshojnë, për shembull presja dhe pikat që janë më të përdorshme i keni gjithmonë siç janë për tastierat internacionale. Nëse do të keni nevojë pastaj për karaktere të tjera të veçanta, jeni të detyruar që të përdorni tastierën amerikane siç e keni në fizikisht përpara sysh. Kjo është tastiera e Mbretërisë Bashkuar, që është
pothuajse një lloj si tastiera amerikane, ndryshojnë vetëm disa taste, për shembull ky këtu edhe simboli i kërmjellit. Kjo është tastiera italiane. Këtu është pak më ngatruar për ne që jemi në Itali, sepse nëse e kthejmë gjuhën shqipe, në vend ç's këtu del ë-ja dhe në vend es këtu del ë-ja. Pra, rregulla e përgjithshme është gjithmonë po e njëjtë. Afër p-s ç-ja dhe afër l-s, ë-ja. Unë kam bërë dhe një version special për tastierën italiane që mjafton të instalohet edhe nuk i ndryshon tastet absolutisht, tastet ngelin siç janë dhe po të shtyp normalisht tastin del ç-ja dhe me shift del ç-ja e madhe. Normalisht del ë-ja dhe me shift del ë-ja e madhe. Por për të marrë këtë lloj tastiere duhet të instaloni programin. Nëse nuk e keni mundësinë apo nuk doni ta bëni, përdorni në mënyrë klasike. Vendosni gjuhën shqipe në tastierën italiane dhe kur doni të shkruani, ën e keni këtu dhe ç-n e keni këtu. Tastiera gjermane, siç e tham, kjo është më e lehtë kur kthehet në gjuhën shqipe, sepse në gjuhën shqipe të paktën y-ja dhe z-ja nuk ndryshojnë, ndërsa për ne në gjuhën italiane, përveç është edhe ç-s që ndryshojnë, na ndryshon edhe y-ja me z-n që ndryshojnë vendet. Në tastierën gjermane, siç e tham gjithmonë, ç-ja këtu dhe ë-ja këtu. Tastiera franceze është shumë e veçantë, nuk po merremi me këtë punë, por gjithsesi nëse ndryshoni në gjuhën shqipe në një tastierë franceze, ç-n e keni këtu afër p-s dhe afër l-s keni ën. Por ju hiqen m-ja, sepse m-ja në gjuhën franceze e keni të shkruar këtu, por kur e ktheni në gjuhën shqipe e keni pastaj pas n-s. Këtu. Kjo është tastiera greke. Jo pa qëllim e kam bërë me këtë lloj formati që të jetë edhe kuptueshme. Normalisht kjo është tastiera greke që shkruan në gjuhën greke. Nëse ndryshohet në gjuhën internacionale, pra në gjuhën amerikane, tastiera shkruan me shkronjat latine, pra q, w, e, r, t, edhe këto simbolet përkatëse. Nëse ne tastierën greke e kthejmë në gjuhën shqipe, gjithmonë rregulla është e njëjtë. Afër p-s duhet mbani mend ç-n dhe afër l-s duhet mbani mend ën. Për të mos u ngatruar, siç ja thash, shkruani me një penel vogël. ë, ç. Dhe y-n me z-n, sepse ndryshon vendin. Y-ja del tek z-ja dhe z-ja del tek y-ja. Mjafton të bëni një shenjë këtu y dhe një shenjë z këtu dhe mund ta përdorni në gjuhën shqipe sa herë të keni nevojë. Pra, si përfundim, si një përmbledhje për tastierat, kemi tre tipe tastierash. Tastierat QWERTY, që janë zakonisht vendet anglofone dhe një pjesë e madhe e vendet europiane. Tastierat QWERTZ, që janë identike si tastierat QWERTY, por ndryshon y-ja me z-n vendet. Dhe tastiera AZERTY, që është tastiera franceze dhe vendet frankofone, që është tastiera shumë e ngatruar për të tjerët. Cila do tastierë që tjetë QWERTY, QWERTZ apo AZERTY, kur vendoset gjuha shqipe, ky tasti këtu dhe ky tasti këtu ndryshojnë vendet. Pra, nga pik presja dhe dy pika bëhet në ë dhe nga ky simboli tjetër këtu bëhet në c. Dhe siç ja thash edhe një herë, mjafton ta shkruani me një penarel të vogël simbolin ç këtu, mjafton vetëm një ç sepse kuptohet pastaj që është ç e shqipes, edhe një ë këtu dhe ju mund ta përdorni pa problem. Keni kujdes për tastierat QWERTY, z-ja ndryshon vendin me y-n, pra nëse ju e përdorni në gjuhën shqipe dhe keni një tastier QWERTY, duhet të shkruani z këtu dhe y këtu, që ta mbani mend. Në kompjuter, siç tham, ne kemi vështirësi të vendosim të përdorim tastierën në gjuhën shqipe sepse nuk e kemi fizikisht tastierën në gjuhën shqipe. Sidomos për ato që jetojnë në Shqipëri, por edhe në vende tjera. Ndërsa në një telefon, pra në një smartphone,
qoftë Android apo qoftë Apple, kjo mundësi është shumë e thjeshtë, sepse tastiera është virtuale. Madje mund vendosni edhe 2-3 tastiera në të njëjtën kohë, për shembull për një që jeton në Greqi mund ta vendosi shqip greqisht dhe anglisht, apo për një që jeton në Itali, italisht, shqip mjaftojnë sepse anglishtja është brenda. Dhe mund të shkruani njëkohësisht nga njëra gjuhën tjetrën. Madje sistemi e njeh edhe në mënyrë automatike gjuhën që po shkruan edhe të propozon edhe ndrejtjen e gabimeve. Për të vendosur gjuhën shqipe në një celular, pra në një smartphone, është shumë e thjeshtë. Mjafton të shkoni tek setting, system, keyboard dhe duhet të shtoni gjuhën aty. Unë ju kam dhënë një shembull në smartphone që kam bërë provën dhe basi ta instaloni, shikoni në rastin që kam marrë në shqyrtim, kam 3 gjuhë, SQ, IT dhe EN. Pra, nëse unë shkruaj në gjuhën shqipe, m'del tastiera në gjuhën shqipe, nëse shkruaj në gjuhën italiane, m'del në gjuhën italiane dhe nëse shkruaj në anglisht, m'del në anglisht. Për të kaluar nga një gjuhë tjetër, mjafton të shtypni tastin këtu edhe ju jep listën e gjuhëve, ose në një tip tjetër celulari, për shembull mjafton të shtypni këtë hartën e botës këtu dhe ju dalin pastaj opsionet e tjera. Pra, me pak fjalë don, është e pafalshme që dikush përdori celularin dhe të shkruajë në gjuhën shqipe pa shkruar në mënyrë korrekte ën edhe ç'n.